5 gabime që prindit e rinj i bëjnë pa e kuptuar. Të bëhesh prind është një nga përvojat më të bukura, por edhe më sfiduese në jetë. Në dashurinë dhe në përkushtimin, prindit e rinj shpesh bëjnë gabime pa e kuptuar. Sot do flasim për 5 prej tyre që ndodhin më shpesh dhe si mund të shmangen. 1. Përpjekja për të qenë prefekt. Shumë prindër të rinj mendojnë se duhet të bëjnë gjithçka në mënyrë më të përkryer. E lexojnë çdo libër, ndjekin çdo këshill dhe ndihen fajtor kur diçka nuk shkon sipas planit. Por e vërteta është se nuk ka prind prefekt. Fëmijët kanë nevojë për prind të përkushtuar, jo për të pa gabueshëm. 2. Krahasimi me të tjerët. Në epokën e rrjeteve sociale është e lehtë të krahasohesh veten me prindër të tjerë. Shikon foto të fëmijëve të qeshur, dhoma perfekte, ditë pa qarje apo lodhje. Por ajo që nuk shihet janë momentet e vërteta. Sfidat dhe lodhja. Çdo fëmijë është ndryshe dhe çdo familje ka rrugën e vet. 3. Injorimi i vetes. Prindit e rinj shpesh harrojnë veten, nuk flen mjaftueshëm, kushqehen siç duhet, nuk marrin kohë për veten. Por një prind i lodhur dhe i zbrazët nuk mund të jap dashurinë që fëmia ka nevojë. Kujdesi për veten nuk është egoizëm, është domosdoshmëri. 4. Bizotrimi me shqetësime të vogla. Një temperaturë e vogël, një vështirësi në gjumë, një ushqim i refuzuar, gjithçka bëhet alarm. Edhe pse kujdesi është i rëndësishëm, bizotrimi me çdo detaj mund të krijojë stres të panevojshëm. Shumë situata rregullohen natyrshëm me kohën dhe përkushtimin e duhur. 5. Mospërfshirja e partnerit apo familjarëve. Disa prindër, sidomos nënat, marrin gjithçka mbi supe, duke mos lejuar të tjerët të ndihmojnë. Kjo sjellje lodhje, stres dhe ndonjëherë dhe ndjenjën e vetmisë. Prindërimi është punë në grup, prano ndihmën, ndaj barrën dhe krijon një mjedis të bashkuar. Të bëhesh prind është një udhëtim që mëson çdo ditë diçka të re. Gabimet janë pjesë e rrugës dhe nuk të bëjmë prind të keq.